Jemi tek ferma e Tomasit. Handler. Ai ka sa gjenerata? 4 gjenerata. 4 gjenerata. Gjenerata e 4 që ka këtë ferm. Për momentin ka 100 krerë, 100 lop. Të gjitha këto janë çmimet që ka marrë apo? Po, edhe evidencat e zhvillimit të fermës është shumë interesante. Të paktën për fermat shqiptare, po të shikojmë që në 1981 ka pasur mesatare 4500 litra. Këto janë gjitha vitet, 4500 litra mesatarisht për krerë në vit. Në vit. Ndërkohë një që kokë në vit kishte prodhonte 4500 litra. Dhe është relativisht shumë i ulët, tregon që edhe këta nuk kanë qenë ndryshe nga Shqipëria në 81-shin. Pastaj ndërkohë po të kalojmë fundit që e ka? Po të kalojmë ndoshta edhe për të parë Schaumann. Schaumani po. Është produsim. Sepse nga Austria vjen në Tiranë, nga Austria Premix është interesant. Çfarë hanë lopët e tij janë dhe lopët e fermave tona. Eksakt. Dhe po të shikojmë në 2025-ën, evidenca është tregon që ka një mesatare 10.500. Pra nga 4.500 në 10.500 mesatare për gjithë tufën, që është një rendiment absolutisht. E disa më bë përshtypjen që tjetër ka ndryshuar edhe brenda një viti, aty i ka ndryshuar me 1000. Po çfarë ka bërë ai për lopët? Thomas, çfarë ka bërë për lopët që ndryshuan brenda një viti 1000 më shumë? In einem Jahr so einen Wachs. Besseres Grundfutter und Mückeroboter. Okay. 2 element kanë qenë. E para kam përmirësuar cilësinë e prodhimit të ushqimit. Veçanërisht ushqimit që prodhoj vetë në fermë, dhe futja e robotëve në mjelje. Kjo ka ndihmuar. Edhe kjo ka ndihmuar në... Mund të shikojmë pak robotët e Können wir mjeljes? die Roboter anschauen und das melken? Ja, aber da gebe ich euch Schuhe. Po do jap këpuc. Gjizme. Çfarë ndodh këtu? Këtu i gjithë procesi fillon me larjen, automatikisht lopa shkon vetë. Roboti i bën një larjen, pra garanton higjienën e mjeljes. Pra roboti bën edhe pastrimin? Gjithçka, pastrimin dhe mjeljen. Dhe mbasi ka pastruar, i futen ato gotat, që themi, në gjithë dhe fillon procesi mjeljes. Dhe këta i ka bërë këtë vit. Kjo ndryshoi pra. Das ist eine Investition von diesem Jahr. Nein, 2023. Jo, në 23-shin. Ose natyrisht periudha sa për... Si e ka bërë dikur përpara mjeljes? Und vorher war mit einem Melkstand. Milchstand. Me stacion. Që është në Shqipëri, që kanë... Që kjo është pastrimi, e? Po. Pastrimi i gjirit? Massazi. Vetë. Vi lernen sie die Kühe näher. Mit viel Geduld. Genau. Me shumë durim. Me durim, me mësoj, u dërshje vitë mësonte. Es dauert circa 4 bis 5, 6, 7 Tage. Ka nevoj për një 5-6 ditë, derisa ato adaptohen. Mësoj. Kur shumë shirani? Tani, si është i gjithë, shkon këtu dhe nga këtu shkon direkt në tang, nuk ka kontakt me njeriun. Shifet dhe këti? Pare. Këtu shkon, vjen ajo tani, dhe pastaj mbasi kalon një lop, ajo bën larjen, disinfektimin, në mënyrë që një smundje e gjirit. Kujdes. Bën larje. Po bën larje. Larjen e implantit, se ndryshe... Që mos kaloj nga një lop të tjetra. Përmasitet, po. Tani, gjithçka është, kontakti i vetëm është ai atje, dhe kalon në automat dhe pastaj kalon në... O bukurose. Më e mira, vjet, ka qenë me 14.500. 14.500 Ja, shisi ikin vend direkt atje. Po, vend vet. 14.500 litra është fabrik. Fabrik, tamam. Do më thënë, nga një lop në vit, a i ka marrë 14.500. Do thot është... Pra, një për arsyeve është kjo lloj mjelje. Mirëqenia e kafshëve që do të thot për këtë shumë e rëndësishme, kujdesja, komforti i tyre. Shtrati me kafshë natyrale, me vend të bollshëm. Pra, vendi i bollshëm, fakti që dalin jashtë, fakti që mile në këtë mënyrë, është kjo lloj mjelje. Sa kushton një mjelje e tillë? Domethënë një roboti. Was kostet so ein Roboter? 315.000 € haben die zwei gekostet.
72, do me thënë diku të 350.000 euro. 350.000 euro, Por, 2 robot. Po. Por ama kanë ndikuar që sa të rritën të ardhurat e ti. Also is arbeidserleichterung. Nuk është vetëm në këndvështrimin e sa fiton të ardhurave, por edhe në të kursyerin e fuqisë punëtore. Ai s'ka nevojë për punëtor. Fare. Atëre e dashur për ta përmbledhur këtë që pam, që është një eksperiencë fantastike. Dy janë gjërat që Thomas sot i ndryshuan nga jo këtu, se këtu ishte fillimi, po të paktën atje, 2023. Nga 9.000 në 10.500 mesatare. Do me thonë, ai kaloi në 1.000 litra plus në vit. Në vit për krerë. Mesatarja, se si tha, një lot vetëm kishte 14.500 litra, çka është një rekord goxha për të respektuar. Super. Pra, dy janë gjërat për t'i përmbledhur. Ushqimi, ndryshoi ushqimin. Themi fal asistencës së vazhdueshme të Schaumanit, që është lider në teknologjitë të ushqyerit, dhe implementimi i robotëve, për cilët ai thotë se kam kursyer nga 4 punëtor, pra familja ai dhe pjesëtarë të tjerë, Të cilët milin më përpara. punonin 6 orë në ditë, sot me robotët ai ka një njeri e gjysmë, ky është kalkulimi që bën, 2 orë në ditë. Kaq është investimi që bën ai në fermë Me blerjen e futjen e mieljes me robot, por edhe resurset që ai shfrytëzon, që patjetër. Pra, ai ka gati 100, që i bie është një fermë e vogël në ide. Relativisht e vogël, por me të dhënat, me mënyrën se si ka automatizuar fermën, ai ka një prodhim fantastik, mund thua. Patjetër me 10.500 litër mesatare është edhe në rang europian është patjetër në maja. Plus që ka një tuftë të shëndetshme dhe në një natyrë të mrekullueshme. Trotzdem ist das Ziel nicht hohe Leistung zu haben, sondern langlebige Tiere. Siç e tham, për këta është shumë e rëndësishme jo vetëm rendimenti të arrijë në një vit maksimal, po gjatësia e kafshëve. Sa gjatë ata i mbajnë kafshët në stall, themi ato prodhojnë me rendimente të mira. Se nuk bëhet fjalë vetëm që ti jetosh ti mirë prej kafshës, po dhe kafsha mirë prej teje. Këto dy janë të